ja ibn Adem, o biri Ademit. Law ataytani bi qurabi al-ardi khataya. Thot pejgamberi, o biri Ademit, thot Zoti i gjithësisë, sikur të më vish me gjithë tokën të mbuluar me gjinafe, por ti nuk më ke shoqëruar mua Zot tjetër, unë do të vi ty po ma aq falje me ti fal të gjinafe. Aq e rëndësishme është kjo puna. Njeriu mund të bëjë gabim, kemi folën në podcastet, që herë pas here i kthehet, po këtu po, kjo është njerëzore. Po që ti të bësh gabim aq të madh sa Zoti ka kriju universin. Zoti na ka krijuar neve, na ka dhuruar 36.000 miliard qeliza, e çdo qelizë ka miliarda molekula që e bëjnë jetën e gjallë. Ka kriju i madhi Zot tokën si djep me ekuilibra të jashtëzakonshëm që ne të jetojmë të ushqemi, të pijmë nga mirësitë e tij, të jetojmë këndshëm, të jetojmë pa tërmete të jashtëzakonshme, të jetojmë qetë në këtë tokë, të kemi gjitha të mirat e tij, të kemi nënë, bab, vlla e motër, të kemi bashortë e fëmijë, të kemi oksigjen që thithim dhe ne ti themi i kemi për te, po është dhe një tjetër kot rrejshëm, është edhe njeriu preket për këtë. Ti ka dhënë njëri gjithë mirë, ti thu po ti po është dhe i tjetër bashkë me ty ose si e ti është ai. Hasha lillah. Po ai tjetri s'ka bëu asgjë. Asgjë. Asnjë gjë fare. Qofshin faleminderit madh i Zotit. A bora gabim fal. Ha? Me këtë natyrale Allah. Dhe Muhamedi alayhis salam me këtë mësoi Zoti, me këtë mësoi shokët e tij. Dhe kështu e shpjegoi edhe Abu Bekri që e tham që unë e du shumë për këtë orientim të madh islam që dha. Do dalim edhe ke Abu Bekri. Patjetër. Do dalim. Mbetën sa pas Ibrahimit nda ka ngel vetëm Zeynep. Edhe Fatimeja, po jemi flasim ke ato. Ka ato që ndron jetë. Te Fatimeja. Pra, tham Kasimi vdiq përpara pak se t'i vinte pejgamberllëku. Tahir vdiq në fillimet e pejgamberllëkut. Ruqia dhe Umu Kulthum vdiqën në Medinë, bashortet e Osmanit. Tani dalim ke Zeynep. Zeynepja ishte fëmia e fundit që i vdes përpara se të ndrojë jetë pejgamberit. Pra vllai i dashur, nga 7 fëmijë, 6 i kanë ndruar jetë përpara se ai të ndronte jetë. I vjen pejgamberit alayhis salam koha e xhelit me vdek. Edhe kjo është i temë që duhet me mbajt vetë, është goxha emocionale. Por ne do të ndalojmë vetëm një fragment për Fatimen. Për Fatimen e sinqert, për Fatimen e devotshme, për Fatimen brillante, për Fatimen një nga zonjat e xhenetit. Jo, me humit Fatimes, kuptojmë edhe se sa shumë i donte vajzat dhe sa shumë i ka përjetu humbjet e vajzave më përpara. Sepse zakonisht për shumë e di çam më vjen tregon histori. Ndroi vdiqën fëmijët e Ejupit, vdiqën fëmijët e Benjaminit dhe neve, më thënë, nuk thellohemi, themi, sikur më mirë vdiq. Hungry drek. Tani mundohemi në turin tonë të justifikojmë. Nuk i ka dasht, çka ka ndodhur, ka qenë okupuar me gjëra tjera, ose mundohemi ta harrojmë. Ose thjesht si histori. Po për ta kuptuar se sa shumë i ka dasht, le të ndjekim Fatimen që do na tregosh. Sa herë i vinte për vizitë, se ishin afër shtëpiat. Pejgamberi alayhis salam çohej nga vendi ku rinte, ka pas si shtëpi thjesht. Çohej e puthte në balli, thoshte ulu ke veni ku jam ulur. Sepse si tham më përpara, Hatixhja ja kishte lënë amanet. Tha Muhammed, unë po shkoj ke i madhi Zot para teje, lutu Zotit për mua dhe ti tashmë do të jesh babai dhe nëna e tyre. Se në kohën që ndroi jetë, Hatixhja ishin akoma më të vogla. Se kur themi kam dek vajzat, i kam dek të reja. Po flas nga mosha 20 deri 30 vjeç. Fatimeja, kur profeti alayhis salam ishte në shtratin e tij që ndroi jetë, në ditët e fundit fare, sa i mbeti në shtratin e tij 15 ditë. Dhe i filloi smundja gradualisht derisa dha shpirt. Po do flasim një ditë sepse ai e dinte e me radhë, po nuk është tema sotme. Fatimeja shkon e viziton. Po kuptohet, herët e tjera ju çonte, puthte në ballë, ulte ke vendi vet, këtë në rast nuk lëvizte dot pejgamberi. Dhe ajo sa e pas syt me lot. Ul, ishte Aisha, ishin edhe disa tjerë që e kishin vizitu, dhe pejgamberi alayhis salam e pa Fatimen në një situatë të vështirë. Pra ajo me shpirtin e vet po thoshte mirë për mua, edhe për gjendjen e babait tim. Dhe pejgamberi alayhis salam i tha, afro Fatime. Afro. Pra të them diçka që tjerët nuk do e dëgjojnë. Kur u afrua,
Pejgamberi alayhis salam I thot: mos u mërzit për hikjen e babait tënd, sepse ty të dha Zoti një bekim që babai jot ishte pejgamber, që ti ta kesh si shembull e ta fitosh xhenetin. Pra, I tregoj që mas me mos u mërzit, gjithë do udhtojmë, ti e ke rrugën e babait tënd që është dhe pejgamber, pra dy fish. Dhe kur babai është pejgamber dhe ti je muslimane, edhe mëshira e Zotit do jetë edhe me ty. Po kur I tha që babai jot do të udhtoj, pra do të vdes, Fatimia u prek dhe u tërhoq mbasi mbaroi pejgamberi dhe I rrollçin, filloi të qaj. Njerëzit u çuditën se nuk e dëgjuan. Pejgamberi e pa duke qajt dhe I tha: afrohu prap bia ime. Dhe Fatimia u afrua. Tha: o bia ime, mos u mërzit. Tani to vlla ishin niveli I lartë. Ne jemi shumë larg. Ne që jemi tu tani, po edhe ato që na dëgjojnë. Tha: o bia ime, mos u mërzit. Se njeriu I parë nga familja ime që do vitë më takojë në botën tjetër jeti. Kjo ishte lajm I frikshëm, apo jo? Pra ti do vdesësh së shpejti. Fatimea filloi qeshi dhe ju bë fytyra si diell dhe si dritë. Filloi të qesh, pra çdo kush do ishte trem, kurse Fatimia filloi vllai I dashur të qeshi dhe të gëzoi. Po familja e pejgamberit. Li utahirakum tathira. T'ju pastroj Zoti thot dhe t'ju japi juve gratë të lartës. Pra, Fatimeja ai shumë mirë shkonte me babain dhe pejgamberin e Zotit, sa kur I tha që unë do të hiki, u prek. Kur I tha që do jesh e para që do më takosh nga familja ime, ajo gëzoi dhe thoi njerëzit filloi të qeshi, ato nuk e kuptuan, ato nuk e dishin çfarë I ka thonë. Por u kënaqën se u kënaq ajo. Fytyra ju bë si diell. Sa ajo I ngjante shumë babait, si thotë Buhurera. Pejgamberi alayhis salam kur busjeshte, fytyra e tij ishte si dielli që ndriçon. Dhe Fatimea ka qenë në të njëjtin nivel bukurie. Edhe kur ajo busjeshte, sikur dielli shndriste bashkë me të. Mbasi Pejgamberi alayhis salam vazhdoi dhe Fatimea iku, ai ishja e pyet: o bia e pejgamberit, se do ishin dijella. I thot: a mund të më thush çfarë tha pejgamberi? I tha: ajo, po pejgamberi nëse donte ta hapte fjalën, do e thoshte midis gjithë, ai ma tha vetëm mua. Dhe nuk ja tregoi për çastin. Kur vdiq pejgamberi alayhis salam, Aisha e takoi Fatimen dhe I tha: o bia e pejgamberit, të lutem, çfarë ishin ato dy gjëra që të tha? Sa të do ishin ta merrshin dijen, ta shpërndajshin. Imagjino të ishte lënë kjo dhe ne s'e dishim sot. I tha: o Aisha, babai im tha, babai jot do vdesi, do udhtoj. Ti mos u mërzit, se shembull më të mirë, më brillant që ta ndjekësh rrugën e ke edhe të pejgamberit, po edhe e ke babën tënd. Pra e ke sigurt xhenetin, vetëm vazhdon rrugën time. Dhe unë tha qajta se e kuptova që nuk do shërohet, do udhtoj babai dhe pejgamberi I Zotit. Po tha: po pse qesh ai shumë, çfarë si ari që të dha? Tha: si ari që ishte që më tha nga familja ime e para që do më takoj dhe do vdesi, do vike, unë do më takoj dhe do rrim bashkë në përjetësi, je ti bia ime. Prandaj do takojmë së shpejti. Dhe unë tha qesha dhe u kënaqja shumë. Allahu akbar. Dhe ai di për sa ka vdek? 6 muaj mbasi kishte vdek pejgamberi alayhis salam. E para nga familja e cila ishte shumë e reja, është e çuditshme, s'kishte as smundje. Por pejgamberin e lajmëroi Zoti që njeriu I parë që do vi të takoj do jetë vajza jote Fatimia. Pra mirë se 6 I kishin ndru jetë përpara, po edhe vajza e fundit jetoi vetëm 6 muaj dhe Kurani thot vllai dashur, nga gëzimet më të mëdha ditën e gjykimit është kur njeriu bashkë me familjen shkojnë në xhenet. Ti çuditesh, po ta kishe pa edhe ti xhenetin, e po ta kishe edhe ti bab pejgamberin alayhis salam, edhe ti do qesh edhe do u gëzoje më. Ta garantoj këtë. Mos e shifti vlla, masi 1450 vjetësh, edhe Islami është periferik dhe ne jemi klasë parë.